Ndërkohë që prej 2 javësh protestohet kundër projektit ndërtimor në Zvërnec, qeveria ka miratuar edhe betonizimin e vijës bregdetare të Darzezës në Fier, mes 2 grykderdhjeve të Vjosës dhe Semanit në det. Në pjesën qendrore të 21 kilometrave vijë bregdetare të Adriatikut në Darzez, Kryeministri Edi Rama ka vendosur të betonizojë fillimisht 110 hektar tokë shtetërore dhe rrjedhimisht të pushtojë një pjesë të konsiderueshme të hapësirës publike të plazhit, të cilën do t'ua kalojë kompanive private me të cilat ka bërë marrëveshjet përkatëse. Zona bregdetare e Darzezës është pjesa e vetme e habitatit natyror të paprekur nga betoni në ultësirën perëndimore të Shqipërisë. Por prej më shumë se një viti, Abzia për ndërtime ka futur edhe këtë zonë në listën e objektivave për betonizim në maskën e zhvillimit turistik dhe të rritjes së mirëqenies së qytetarëve. Këtë projekt e ka miratuar vetë Kryeministri Edi Rama në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Territorit dhe Ujit më 18 prill 2025, ku pika e parë e rendit të ditës ishte pikërisht zhvillimi turistik i bregdetit të Darzezës. Në vendim nuk janë pasqyruar detaje konkrete, por burimet të informuara bëjnë me dije se projekti parashikon transformimin e 110 hektarëve në pjesën qendrore të vijës bregdetare të Darzezës. Në këtë sipërfaqe pritet të ndërtohen hotele, kulla, pallate, komplekse vilash dhe struktura të tjera turistike me një vlerë investimi që llogaritet në rreth 1.2 miliardë euro. Sipas të dhënave të Agjencisë së Zhvillimit të Territorit, projekti përfshin ndërtimin e një pedonaleje tip lungomare, hotele, pallate, komplekse vilash, tregje, ambiente sportive dhe një aquapark të madh, të gjitha në pronësi private. Një nga argumentet që ka përdorur Edi Rama, i shoqëruar edhe me prezantime dhe video 3D të projektit, është rritja e numrit të turistëve të huaj dhe mungesa e kapaciteteve aktuale për t'i akomoduar dhe argëtuar ata në Sarand, Vlorë, Gjirin e Lalzit, Kavaj, Durrës dhe Velipoj. Por kritikët e projektit e konsiderojnë këtë argument si një justifikim për të hapur një tjetër front të madh betonizimi në bregdetin shqiptar, madje pa u përzgjedhur ende zyrtarisht kompanitë që do të përfitojnë tokat dhe plazhet publike. Kryeministri Edi Rama ka angazhuar Fondin Shqiptar të Zhvillimit për ndërtimin e segmentit rrugor nga rrethi i Sopit deri tek ura e Darzezës. Qëllimi është i qartë: infrastruktura të jetë gati për investitorët privat që do të marrin në dorë zhvillimin e zonës, por ky nuk është rasti i vetëm. Në 3 vitet e fundit, qeveria ka dhënë edhe rreth 270 hektar tokë përgjatë bregdetit të Semanit në zonën e Topojës në Fier për projekte të deklaruara si investime fotovoltaike. Sipas kritikëve të këtyre projekteve, në një pjesë të konsiderueshme të kësaj sipërfaqeje nuk do të ndërtohen vetëm impiante energjetike, por edhe hotele, pallate, komplekse vilash dhe resorte turistike. Kështu, ndërsa debati publik është përqendruar tek Zvërneci, një tjetër pjesë e rëndësishme të bregdetit shqiptar po përgatitet të hyjë në të njëjtin proces transformimi dhe betonizimi.